Tërpuni rikthehet fitores në javën e fundit të kampionatit. Më thënë drejtën, jam i kënaqur për 3 pikët. Loja erdhi si pasojë e rezultateve nga ndeshja. Ne e kemi thënë që ne krijojmë shumë raste, por si gjithmonë ne kemi pasur probleme në finalizim. Sot për këtë ndeshje i përgëzoj të gjithë çunat sepse dhanë shpirtin në fushë dhe më shumë më interesojnë pikët, sepse siç e dini ne kemi objektiva pak më të qarta, ndërkohë duhet të them dhe fjalë më të mira për ekipin e Bazanjës që në shumë raste na vuri dhe në vështirësi. Kemi edhe 68 minuta për të luajtur në ndeshjen ndërprer kundrejt Luzit 2008. Po ditën e mërkurë kemi ndeshje me Luzin, ndeshjen për pambetur, dhe ajo mund të quhet si një mini finale i zonës play-offit për vetë renditjen, sepse një fitore jona kalojmë automatikisht në pesë dhe mbyllim fazën e parë mrena objektivit dhe uroj që të jemi gjithë ekipi teti plot dhe të japim më të mirën për ta mbyllur me sukses.